E di pse po flitet kaq shumë për gjinin sot edhe pse është e nevojshme për ta ripërkufizuar. Shikoj pak të video. Juve, zonjush lekatari thatë që keni frikë. Është e vërtetë, unë kam vetëm një frikë. Njeri me dy kom toks kam frikë, Zotin e kam shumë frikë. Do jap llogari nesër, sepse ta dish një gjë tjetër. Vetëm që unë se bëj për t'i dhënë llogari askujt. Në ferr nuk ka amnisti. Në ferr nuk ka amnisti, mos harro këtë gjë. Kur? Nëse nuk ka Zot, nuk ka asnjë një bosht moral. Pa Zotin, kush e përcakton çfarë është e mirë dhe çfarë është e keq? Një shoqëri mund të thotë se diçka është e drejtë, një tjetër mund të thotë se diçka është gabim. Nëse nuk ka një standard më të lartë, gjithçka bëhet relative. Në disa vende martesa shihet si një bashkim i shenjtë midis burrit dhe gruas. Në të tjera çdo formë bashkimi quhet e drejtë njerëzore. Diku lejohet droga dhe diku nuk lejohet, po kush e përcakton ku fillon dhe ku mbaron morali? Bibla thot, budallai thot në zemrën e vet nuk ka perëndi. Kur e mohojmë Zotin, ne mohojmë vetë burimin e dashurisë, të mirës dhe të kuptimit. Pyetje për ty, a mund të ekzistojë një jetë morale pa Zotin? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekov.